Vion plotësimi i deklaratës individuale vjetore të të ardhurave e njohur si DIVA. Dorëzimi i DIVA-s bëhet përmes llogarisë personale në e-filling dhe afati përfundimtar është 31 marsi. Për herë të parë këtë vit, nga baza e tatueshme e prindit me fëmijë në moshën 18 vjeç, do të ketë të drejtën që të zbresë shumën 48.000 lekë për çdo fëmijë. Kjo zbritje do të aplikohet vetëm nga njëri prej prindërve, që duhet të ketë edhe pagën më të lartë në familje. Deklarata individuale e deklarimit të ardhurave të çdo personi për këtë vit ka një specifik të veçantë për arsye të kompensimit të fëmijëve të mitur nën moshën nën 18 vjeç, nën moshën 18 vjeç, dhe për arsye të shpenzimeve të arsimit në një vlerë përsëri në një vlerë prej 100.000 lekësh. Kompensimi për çdo fëmijë në ngarkim i bëhet njërit prej prindërve i cili ka pagën më të lartë. Kjo identifikohet nëpërmjet deklaratës individuale ose të statusit individual, të cilën secili punonjës e ka dorëzuar në zyrat përkatëse të kontabilitetit. Të gjithë personat e punësuar në institucionet publike apo private mund t'i drejtohen zyrës ekonomike të institucionit apo kompanisë së tyre për të plotësuar deklaratën DIVA dhe për të përfituar kompensimin për fëmijët. Kjo deklaratë për secilin punëmarrës të cilin mos e kenë merak, është në qoftë se duhet ta bëjnë, është e realizuar në faqen tatim dhe sistemit tatimor. Domethënë mjafton që personi të jetë interesuar për ta bërë dhe të gjithë të dhënat vjetore të tij janë të pasqyruara te kjo deklaratë. Problemi është zgjidhur kështu për punëmarrësit të cilët janë në ndërmarrje private, të gjitha këto deklarime do të bëhen nga agenti i tyre tatimor, i cili është subjekti përkatës ku ata punojnë. Në zyrat e kontabilitetit tek subjekti përkatës ku ata punojnë. Në zyrat e institucione normalisht që kanë zyrën ekonomike të tyre dhe do të drejtojnë institucionit përkatës. Për këtë skemë që do të funksionojë për herë të parë këtë vit, janë vënë në dispozicion në buxhetin e shtetit 1.5 miliard lekë.